pjesë ngjashmëritë e Luizit me Moza Ametin. Ngjashmëria e parë. Dy kur kanë hyrë përveç asaj. Kur kanë hyrë në reality show kanë qenë personazhe me një karrierë jo aktive për momentin. Pra dhe Luizi kishte pas sukseset e tij dhe Moza sukseset e saj, dhe në momentin që hyn ishin disi pak të harruar në thonjza nga publiku. E dyta, batuta, të dy janë shquar për batutat e tyre dhe për humorin e tyre. Shumë e vërtet kjo. E treta, I kanë sjellë rroba bizneset e tyre. Kanë qenë rroba, si Luizi si Moza nuk ka pasur. Por në ndryshim nga Luizi, Moza është zemërgjër dhe I ndan dhe me banorët e tjerë. Po, dhe me që ja ra fjalët e banorët e tjerë, të gjithë banorët e rinj që hyjnë duket se po bëjnë aleanca me to, siç bënin banorët me Luizin, dhe tani dhe Iliri që ka hyrë nuk është se po I bie Mozës. Duan t'i kenë grupin e tyre. Dhe ngjashmëria e fundit është që personazhet të njohur I kanë dalë krah të dyve kur kanë qenë në reality show. Mozës I kanë dalë në krah Tajna, Dafina e shumë të tjerë dhe Luizit atëherë Noizi e shumë artistë të tjerë, Fifi e të tjerë. Pra artistët me sa duket kapin suksesin, kapin momentin.